Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Pasi kalova fillimin e jetës në një fshat vogël në Ohio të quajtur Cedarville, zbulova qytetin e madh ku shkova në seminar në Dallas të Texasit. Ky është vendi ku unë dhe Dona filluam martesën tonë, dhe ky është vendi ku unë u konfirmova si djalë qyteti. Sipas ekspertëve, deri në vitin 2030, mbi 60% e gjithë popullsisë së botës do të jetojë nëpër qytete. Jetesa në fshat po zhduket në kulturën e sotme. Prandaj nuk habitem duke i ditur të gjitha këto, që Perëndia i plotfuqishëm po projekton një qytet si pjesë e planit të tij përfundimtar për fëmijët e tij. Dhe ky qytet që Perëndia po ndërton do t'i bëjë të duken të vegjël qytetet e sotme. Në librin e zbulesës, kapitujt 21 dhe 22 e gjejmë 11 herë fjalën qytet. Është vendi ku Perëndia dhe populli i tij do të jetojnë së bashku. Nuk është në mënyrë figurative, por referencë për një qytet të vërtet fizik. Dhe me që ne do të jemi në trupat tanë të ringjallur kur të jetojmë në atë qytet, do të kemi nevojë për një qytet fizik ku të jetojmë. Nuk është thjesht një vend ëndrash, nuk është thjesht një ide, është një vend real. Jeruzalemi i qiellor është një qytet. Tani kjo nuk është diçka që duhet të na habis, sepse dëshira për një qytet ka qarkulluar që herët që në kohën e Abrahamit. Te Hebrejnë 11 lexojmë për Abrahamin që ai priste qytetin, mjeshtër dhe ndërtuesi i cilit është Perëndia. Dhe tek Hebrejnëve kapitulli 12 na thuhet se krishterët hebrejnë ju ofruat malit Sion dhe qytetit Perëndisë së gjallë, që është Jeruzalemi qiellor. Pali e përmend këtë qytet në letrën e tij për Galatasit, ai e quan Jeruzalemi nga lart. Dhe zbulesa 3:12 atij referohet si qyteti i Perëndisë tim dhe Jeruzalemi i ri. Shumë teologë besojnë se Jeruzalemi i ri është kurora e krijimit të ri të Perëndisë. Por Jeruzalemi i ri nuk është vërtet parajsa saktësisht. Jeruzalemi i ri është një qytet që është në parajs. Zbulesa 21:2 thotë dhe unë, Gjoni, pash qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste nga qielli nga Perëndia, që ishte bërë gati si nuse e stolisur për burrin e vet. Tek zbulesa kapitulli 21 vargu 2 lexojmë se ky qytet i shenjtë ishte bërë gati dhe Perëndia e zbriti nga qielli. Dhe fraza ishte bërë gati lë të nënkuptohet se Jeruzalemi i ri në këtë kohë ishte përfunduar. Gjoni nuk thot se e pa teksa krijohej Jeruzalemi i ri. Ai thot se e pa Jeruzalemin e ri që të zbriste nga qielli. Dhe me që Perëndia banon në qiellin e tretë, siç e kemi mësuar tashmë, mund të dalim në përfundimin se ai po e përgatit këtë qytet në qiellin e tretë, që një ditë bëhet kryeqyteti i parajsës dhe që të jetë banesa e fundit për fëmijët e tij. Zbulesa 3:12 e quan sërish e qytetit të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli. Më lejoni për një çast t'ju jap një panoram përpara se ta përshkruaj këtë më shumë. Një ditë, qyteti i Perëndisë që po ndërtohet lart në qiellin e tretë, do të zbritet poshtë dhe gjatë 1000 vjeçarit do të pluskojë mbi tokë dhe pastaj gjatë gjendjes së përjetshme do të vendoset mbi tokë dhe do të jetë qyteti më i jashtëzakonshëm që mund të ketë përfytyruar ndonjëherë dikush. Është ky qytet për cilin po fliste Zoti kur u tha dishepujve të tij, unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Çfarë po bën tani Zoti Jezus? Ai po punon për shtëpinë tonë. Disa njerëz e quajnë vil, quajeni si doni, është pjesë e asaj të ardhmeje që Perëndia ka për ne që është duke u ndërtuar tani, dhe kur të ketë përfunduar dhe të vi koha që të futet në skenë, ne do të mësojmë se si do të ndodhin të gjitha këto. Së pari dua që t'ju flas pak për masat e këtij qyteti. A ju ka thënë ndonjëherë dikush si do të jetë mundur që parajsa të jetë një vend i mjaftueshëm, ku të gjithë krishterët e të gjitha kohërave do të mund të jetojnë përgjithmonë?
E po sa herë që dikush më bën një pyetje të tillë, mendoj se mbi vlerësojnë faktin se sa të krishterë janë të vërtet. E dini shprehjen shumë flasin për parajsën, por nuk do të jenë aty. Por duhet të jetë një vend vërtet i stërmadhe, po më lejoni t'ju angullis në mendje dhe në zemër sot. Parajsa, ky qyteti i Perëndis, do të jetë vendi më fenomenal që keni dëgjuar ndonjëherë. Te Zbulesa kapitulli 21, le të shohim se çfarë na thuhet në vargjet 15 dhe 16. Dhe ai që fliste me mua kishte një kallam ari për të matur qytetin. Dyert e tij dhe murin e tij dhe qyteti kishte formë katërkëndshi, dhe gjatësia e tij ishte sa gjerësia, ai e mati qytetin me kallamin deri në 12.000 stade. Gjatësia, gjerësia dhe lartësia e tij janë të barabarta. Tani për masat e jashtëzakonshme të këtij qyteti janë një prej arsyeve që shumë njerëz përpiqen të japin dimensione shpirtërore dhe ta shpërfillin. Ai është një qytet përtej çdo gjëje që mund të imagjinojmë dhe do të më duhet që të përdor disa ilustrime që të arrit të mendoj për t'ju dhënë një ide për masat e këtij vendi. F.W. Borham ishte një eseist dhe predikues brillant dhe popullor i cili i ka kushtuar vëmendje të kujdesshme për masave dhe kapacitetit të qytetit të ri. Në një nga shkrimet e tij, ai tregon historinë e një inxhinieri australian që quhej Thomas, që ishte antar i bashkësisë së tij. Dhe i po fliste me këtë inxhinier për qytetin e ri dhe dua që t'ju lexoj diskutimin e tyre që të mund keni një panoramë të asaj që dua të them. A ke menduar ndonjëherë, tha ai, për masat e qytetit që Perëndia ka përgatitur? Dhe papritur për një përgjigje, ai vazhdoi të zbulonte rëndësinë e statistikave të tij. Mik është i magnitshëm, shtoi ai, është i mrekullueshëm, lepas çdo gjë që kam dëgjuar ndonjëherë. Gjoni thot se çdo mur i qytetit është 12.000 stade. Dhe nëse i bëjmë llogarit dhe u përkul te bloku i shënimeve, do të mund të kesh një ide se secili prej këtyre mureve dhe sipërfaqja e plot është 2250 kilometra mes 2250 dhe 2400 kilometra. Dhe sipërfaqja e përgjithshme është 5.827.473 kilometra katror në katin e parë. Keni dëgjuar ndonjëherë në një gjë të tillë? Londra mbulon një sipërfaqe prej 362 kilometra katror. Sipërfaqja e qytetit është 5.827.473 kilometra katror në katin e parë. Ky qytet është 20 herë më i madh se gjithë Zelanda e Re, është 10 herë më i madh se Gjermania, është 10 herë më i madh se Franca, është 14 herë më i madh se gjithë Anglia, është shumë herë më i madh se India. Ai qytet në vetvete është një kontinent i stërmadh. Nuk e kisha iden për këtë, pastaj tha derisa bëra llogarit. Ai nuk lejonte asnjë koment në këtë pikë. Prit një minutë, luta, i kam përllogaritur edhe popullsinë. Dhe është akoma më e magnitshme, shikoje pa këtë. Duke pasur parasysh numrin e njerëzve për kilometër katror në qytetin e Londrës, e gjithë popullsia e qytetit më del që të jetë 100.000 milion, 70 herë më shumë se popullsia e tanishme e të gjithë globit. Një shkrimtar tjetër e ka krahasuar me Shtetet e Bashkuara dhe i thot, nëse e krahason Jeruzalemin e ri me Shtetet e Bashkuara, nëse e masim nga bregu lindor dhe shkojmë drejt bregut perëndimor, ky qytet do të shtrihej nga fillimi i Mainit në fund të Floridës, që nga bregu i Atlantikut deri në Colorado, dhe që nga bregu perëndimor i pajësorit, nëse shkojmë drejt lindjes, do t'i mbulonte Shtetet e Bashkuara deri në lumin Mississippi, me një kufi në veri që shtrihet deri në Chicago dhe vazhdon në bregun perëndimor të liçenit Michigan deri në kufirin me Kanadan. Të gjitha qytetet e botës janë thjesht fshatra në krahasim me qytetin që Perëndia po përgatit. Tani disa prej jush mund thonë, pastor Jeremia, kjo është përtej asaj që mund të mendoj dhe konceptoj unë nuk mund ta përfytyroj dot. E po, nëse Perëndia i plotfuqishëm po e ruan më të mirën e tij për në fund. Dhe krijimi i fundit është ky qytet i ri, a nuk do të prisnit që të ishte gjëja më fenomenale që mund të përfytyronit? Dikush mund thotë, po si do të mund Perëndia të zbres një qytet të tillë nga qielli? E po me të njëjtën fuqi që pati kur tha një fjalë dhe erdhi në ekzistencë bota. Me të njëjtën fuqi që ai kishte kur foli një fjalë dhe lindi i gjithë krijimi. Kjo është si bukë e djathtë për Perëndin. Unë besoj se ai mund ta bëjë. Dhe nëse ai në fjalën e tij thotë se do ta bëjë, ai ka për ta bërë. Tani më lejoni t'ju them se deri tani kemi folur vetëm për katin e parë, sepse është një qytet në formë katërkëndshi, është po aq i gjatë sa është edhe i gjerë dhe i lartë po aq sa është edhe i gjatë. Pra nuk është 2400 kilometra në çdo drejtim, por dëgjoni pak, është edhe 2400 kilometra i lartë. Dhe dikush ka bërë matjet për hapësirën normale të një kati dhe ka thënë se mund të jenë 600 shtresa ose 600 kate në atë qytet. Mund thoni, po pastor Jeremia, si do të arrijmë që të lëvizim në një qytet të tillë? A e harruat trupin tuaj të ri?
që nuk keni pse të përdorni transportimin e zakonshëm, do t'ju mjaftoj të thoni, unë dua të jem në katin e 600 në dhomën 7 dhe tak do t'jeni atje. Sepse do t'keni një trup të lavdishëm që funksionon si trupi i Zotit Jezus, dakord? Pra transporti nuk do t'jetë problem. Unë duaj që të krijoni një lloj ideje për natyrën dhe dimensionet e qytetit. Është diçka përtej çdo gjëje që kam ndruar apo imagjinuar, apo edhe kuptuar ndonjëherë. Është aq madhështor sa vetëm Perëndia mund të jetë arkitekti dhe mbani mend shkrimi thotë, për këtë qytet mjeshtër dhe ndërtuesi të cilit është Perëndia. Vini re se është një qytet në formë kubi. Është një qytet kub. A e dini se vendi më i shenjtë brenda tabernakullit është 20 me 20 me 20? Dhe shumë njerëz besojnë se Jeruzalemi i ri është vendi më i shenjtë i stërmadh. Siç ishte shenjtërorja e brendshme në tempullin e Perëndisë, përputhet në mënyrë të përkryer me të vërtetën se ky qytet do të jetë pikërisht vendi ku Perëndia bën banesën e tij. Le të kthehemi për një çast në Bibël dhe të shohim se sa interesante është vargu 3 i kapitullit 21. Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: Ja, dëgjojeni pa këtë, tabernakulli i Perëndisë me njerëzit. Vendi më i shenjtë i Perëndisë do të jetë ai qytet i ri, qyteti i Jeruzalemit. E po, vetëm kaq kohë kisha për të folur për masat e qytetit. Veçse dua që të dini se është më i madh se çdo gjë që mund të përfituroni, është më madhështor se çdo gjë që mund të ëndrroni. Prandaj le të flasim pak çaste për pjesën e brendshme të qytetit dhe dua që të marrim 7 gjëra që Gjoni na tregon në këta 2 kapituj dhe t'i prekim shkurtimisht. Janë gjëra që i keni dëgjuar dhe dua që të qartësoj pak realitetin e tyre. Shumicën e kohës kur një njeri nuk i beson Biblës ose është skeptik për çdo gjë që lidhet me Biblën, kur diçka i duket e parsyeshme, ai e racionalizon dhe thotë është në mënyrë simbolike. Një nga arsyet sepse interpretimi alegorik i Biblës u përhapej shumë gjatë epokës së iluminizmit, është fakti se njerëzit refuzonin që të besonin se Perëndia ishte javë të bënte gjëra që nuk ishin të shpjegueshme përmes procesit të arsyetimit njerëzor. Por nëse nisemi nga kjo, jemi të vdekur pas vargut të parë të Zanafillës. Në fillim Perëndia, nëse nuk arrim të kalojmë Zanafillin 1, nuk kemi ku të shkojmë, sepse nëse Perëndia mund të krijojë qiejin dhe tokën, ai mund të krijojë çdo gjë që dëshiron. Dhe kur na thot në këtë libër se kjo është ajo që ai po krijon për fundin e ditëve, unë zgjedh që ta besoj sepse alternativa tjetër e vetme është që t'i jap vetëm dimensione shpirtërore çdo të vërtetë të shkrimit, gjë që nuk më çon askund. Pra, Biblia fillon të na tregojë se si do të jetë brenda këtij qyteti. Pikë pari në vargun 2 kapitullit 21 na thuhet se është një qytet i shenjtë. Dhe unë, Gjoni, pash qytetin e shenjtë. Në komentarin e Biblës, Wycliffe përshkruhet në këtë mënyrë: një qytet i shenjtë do të jetë ai ku nuk do të ketë asnjë gënjeshtër për 100 milion vjet. Asnjë fjalë e keqe nuk do të thuhet kurrë, asnjë marrëveshje dyshim biznesi nuk do të diskutohet, asnjë pikturë e papastër nuk do të shihet kurrë, asnjë shturje jetës nuk do të manifestohet kurrë, do të jetë i shenjtë, sepse të gjithë në të do të jenë të shenjtë. Ju nuk mund të hyni në qytetin e shenjtë nëse nuk keni rilindur dhe keni shkuar në Parajs. Parajsa është vendi i qytetit të shenjtë. Jo vetëm që është një qytet i shenjtë, por Biblia na thotë se është një vend ku portat janë të bëra me margaritar. E dini, nuk e kemi shpikur ne këtë, nuk është diçka folklorike, kjo është direkt nga Biblia. Le të shohim vargun 12, vargun 17, vargun 18 dhe 21 të Zbulesa kapitulli 21. Ai kishte një mur të madh të lartë me 12 porta. Dhe të portat 12 engjëj dhe emrat shkruar mbi to, të cilat janë emrat e 12 fiseve të bijve të Izraelit, madje edhe murin që ishte 144 kubit me matje njeriu, domethënë engjëlli. Muri ishte bërë prej diaspri dhe qyteti ishte prej are të kulluar, i ngjashëm me kristal transparent. Dhe të 12 portat ishin 12 margaritar. Tani dëgjoni këtë, secila port ishte bërë prej një margaritari të vetëm. Dhe di që disa prej jush po mendojnë tani, pastor, kjo duhet jetë goxha gocdeti. E përsëris. A e ka të pamundur Perëndia që të ndërtojë një perl nga goca e detit? Unë nuk mendoj kështu. Dhe nëse do donte të bënte një gocë deti kaq të madh, ai mund ta bëj, por nuk na thot ndonjë gjë se si ndodhi kjo, thjesht na thuhet se ashtu ishin. Teksa shohim 12 portat me margaritar, shohim të gdhendur emrat e 12 fiseve të Izraelit, dhe 12 portat janë vërtet pjesë e një muri që rrethon qytetin, dhe Gjoni e shet të gjithë murin si një byzylyk të ndritshëm diamanti. Ai thot muri ishte bërë prej diaspri dhe qyteti ishte prej are të kulluar, i ngjashëm me kristal transparent. Dhe prandaj nëse do të mund ta shihnit nga larg, do të ishte i shkëlqyeshëm dhe i shndritshëm dhe të gjitha ngjyrimet e lavdisë së qytetit do të ishin aq të mahnitshme sa do t'ju linin pa frym.
pra është një qytet i shenjtë me porta me margaritar dhe pastaj Biblia na thotë se themelet e qytetit janë prej gurësh të çmuar. Zbulesa 21, 19 dhe 20. Themelet e murit të qytetit ishin stolisur me gjithfar gurësh të çmuar. Themeli i parë ishte prej diaspri, i dyti prej safiri, i treti prej kalcedoni, i katërti prej smeraldi, i pesti prej sardoniku, i gjashti prej sardi, i shtati prej krisoliti, i teti prej berili, i nënti prej topazi, i 10 prej krisopraci, i 11 prej jacinti, i 12 prej amatisti, dhe gjitha këto janë terma në greqisht që janë ripërkthyer për të përshkruar të gjitha ngjyrat dhe të gjitha ngjyrimet e ylberit që ne njohim sot. Dhe Biblia na thotë se ky qytet madhështor që është në formë kubi dhe që zbret nga qielli, siç do ta shohim, do të ndërtohet mbi 12 shtresa themelesh, secila shtresë me një gur të ndryshëm të bukur. Smerald, diamante dhe nga të gjithë gurët e bukur që gjenden në të gjithë universin. Secili themel do të jetë i ndryshëm dhe prandaj, kur të shohim themelet e qytetit, do të shtangemi nga bukuria e themeleve me gur të çmuar nën këtë qytet gjigant të Perëndis. A mund ta përfituroni? Forca më e madhe e një ndërtese është themeli i saj, dhe Jeruzalemi i ri nuk ka vetëm një themel, por 12. Në vend që të jenë 12 themele të veçanta dhe të ndara nga njëri tjetri, ata janë të vendosur mbi njëri tjetrin dhe ne do t'i shohim të gjitha në valëzime të vogla prej ari dhe gurësh të çmuar. Dhe pastaj Biblia na thotë se jo vetëm që është një qytet i shenjtë me porta margaritarësh dhe me themele me gur të çmuar, por është një vend ku rrugët janë prej ari. Le të shohim vargun 18 dhe pastaj sërish vargun 21 të kapitullit 21. Muri ishte bërë prej diaspri dhe qyteti ishte prej arit kulluar i ngjashëm me kristal transparent. Tani le të shohim vargun 21. Dhe të 12 portat ishin 12 margaritar, secila portë ishte bërë prej një margaritarit vetëm, edhe sheshi i qytetit ishte prej arit kulluar si kristal transparent. Tani nëse keni parë ndonjëherë ar të pastër, e dini që ari i pastër nuk është transparent, është jo transparent. Nuk mund të shohësh përtej arit të pastër. Por Gjoni e përshkruan qytetin e parajsës si një kristal transparent. Ari i parajsës është aq i pastër sa njerëzit mund të shohin përtej thellësisë së tij të qartë ndërsa ecin nëpër të. Është ilustruar me finesë si një pasqyrë dhe prandaj nuk është aq transparent, por është gjysmë i tejdukshëm. Dhe pastaj kemi qengjin që është drita. Tek zbulesa 21, vargjet 11 dhe 23. Duke pasur lavdinë e Perëndis dhe shkëlqimi i saj ngjante me një gur shumë të çmuar si gur diaspri kristalor, dhe qyteti nuk ka nevojë për diell as për hënë që të ndriçojë në të, sepse lavdia e Perëndis e ndriçon atë dhe llamba e tij është qengji. Në Jeruzalemin e ri nuk do të ketë shtylla ndriçimi, nuk do të ketë fener, nuk do të ketë as llamba. Do të jetë prania e dritës përgjatë gjithë qytetit që e ka burimin nga froni i Perëndis ku është ulur qengji, i cili është Zoti Jezus. Biblia thotë se në atë qytet ai do të jetë drita dhe nuk do të ketë nevojë për ndonjë dritë tjetër, sepse shkëlqimi i dritës së Zotit Jezus në lavdinë e tij do ta mbush qytetin me shkëlqim. Nuk arrit ta përfityroj. A mund të përfityroni se si është të shohësh këtë qytet, teksa i afrohesh, ta shohësh këtë qytet nga larg? Një qytet i art nga jashtë, me gur të çmuar në themelet e tij dhe me atë ndjesinë e bukur të dritës që shkëlqen mbi gjithë qytetin nga froni i Perëndis. Ky është Jeruzalemi i ri i përshkruar në shkrim. Është përmbushja e profecisë Isaias. Në kapitullin 60, vargu 19, dielli nuk do të jetë më drita jote gjatë ditës, as hëna nuk do të ndriçojë më me vezullimin e saj, por Zoti do të jetë drita jote e përjetshme dhe Perëndia yt, lavdia jote. Kur Biblia na thotë se ky qytet reflekton dritën, ajo nuk buron nga ndonjë material djegës, nuk vjen nga konsumimi i karburantit, por vjen nga vetë qengji, i cili është drita e botës dhe në atë kohë ai do të jetë drita e qytetit. Nuk është çudi që Paulina e përshkruan kështu të ardhmen tonë, tek 1 Korintasve 2:9, ku thotë, por sikurse është shkruar ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar, dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Tani ndonjëherë ne flasim për parajsën pa u menduar gjatë. Siç e dini, bëjmë shumë shaka për parajsën. E kam frenuar veten për t'ju treguar të gjitha epitafet që kam marrë gjatë kësaj jave me post për parajsën. Por dua që t'ju tregoj diçka miq. Sado që të argëtohemi me shakat, mos e harroni këtë të vërtetë, që parajsa është një vend i mahnitshëm, i krijuar nga krijuesi më i madh, krijuesi i gjithë krijimit. Krijuesi i krijueshmërisë ka rezervuar punën e tij më të mirë për në fund dhe po krijon për ne një vend që është kaq i jashtëzakonshëm sa thjesht jam i mahnitur. Ne nuk flasim shumë për këtë. Po, një njerëz që thonë kështu përqendrohesh kaq shumë te parajsa sa nuk je më i mirë për në këtë tokë, nuk më duket e vërtetë kjo.
Unë kam zbuluar se njerëzit që e kuptojnë se për ku janë drejtuar dhe sa e mrekullueshme është kjo, kanë një ndjesi më të madhe e qëllimi ndërsa janë në këtë tokë. Që ne mblidhemi së bashku si popull i Perëndis të vetëdijshëm se Perëndia na ka dhënë privilegjin që të jemi agjentët e tij të pasurive të patundshme, duke dalë nëpër botë dhe duke i ftuar njerëzit që të vinë dhe të marrin pjesë në krijimin e kurorës së tij në Jeruzalemin qiellor, duke vendosur besimin dhe sigurinë e tyre në Jezus Krishtin. Por këtu sërish gjendemi ballë për ballë me këtë pyetje. Si do të jetë Parajsa, e po është një qytet i shenjtë, me portat me margaritar, me themele me gur të çmuar, me rrugë prej ari dhe me qengjin i cili është drita. Dhe pastaj le të shohim se në këtë qytet është edhe një pemë jete. Vargu 2 në mes të sheshit të qytetit, Ktheja ndaj lumit, ishte druri i jetës, që i jep 12 fruta dhe që nxjerr çdo muaj një frut. Dhe gjethet e drurit janë përshërim të kombeve. Më lejoni që ta prek pak edhe këtë. Bibla thot se në qytetin e Jeruzalemit ndodhet një lum dhe për këtë do të flasim pas pak, i cili rrjedh nga froni ku është ulur qengji, dhe në secilin anë të lumit nuk janë të mbjella thjesht pemë, por pemët e jetës. Këtu fjala e përdorur për pemë është një fjalë që tregon për pemët në shumës dhe do të shohim se janë 12 pemë. Dhe këto pemë prodhojnë lloje të ndryshme frutash çdo muaj gjatë gjithë vitit. Pra, çdo muaj do të vilen lloje të ndryshme frutash që rriten në këto pemë dhe dikush ka theksuar se unë dhe ju në përjetësi do të mund të ham nga e njëjta pemë që ishte mbjell në kopshtin e Edenit, vetëm se këtë herë nuk do të ketë ndalime dhe nuk do të fusim njeri në telashe. Apo krijoni një ide për këtë vend? A nuk ju duket i jashtëzakonshëm dhe së fundmi, gjëja e fundit është lumi i jetës në vargjet 1 dhe 2 dhe më tregoi lumin e pastër të ujit i jetës, të kthjellët si kristal, që dilte nga froni i Perëndis dhe i qengjit. Në mes të sheshit të qytetit, Ktheja ndaj lumit ishte druri i jetës që jep 12 fruta dhe që nxjerr çdo muaj një frut dhe gjethet e drurit janë përshërim të kombeve. E vetmja gjë që duhet bëni në këtë qytet të madh është të ndiqni ujin që po rrjedh dhe ka për t'ju çuar sërish te froni i Perëndis. Një ditë ne do të ecim nëpër këtë qytet dhe ne thjesht do të mbetemi me gojën hapur. Dhe ne do të mund të kuptojmë se si na do Perëndia dhe se sa shumë është përkujdesur për ne, që ka ndërtuar një vend për ne. Madje Parajsa nuk është vetëm kaq, është vetëm kryeqyteti i Parajsës. Bibla thotë se portat nuk mbyllen kurrë dhe ne do të mund të hyjmë dhe të dalim, edhe do të gjejmë kënaqësi në këtë qytet me Perëndin dhe popullin e tij. Dhe nuk më pëlqen ta përfundoj me diçka negative, por më duhet ta mbyll me një paralajmërim. Unë ju kam folur për përmasat e qytetit dhe ju kam përshkruar qytetin. Por dua që thjesht t'ju kujtoj për mohimin e qytetit. Jo të gjithë futen në qytetin qiellor. Le të shohim vargun 8 te kapitulli 21. Kurse për frikacakët dhe të pabesët dhe të neveritshmit dhe vrasësit dhe kurvëruesit dhe magjistarët dhe idhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Vargu 27. Edhe nuk do të hyjë në këtë qytet asgjë e papastër dhe askush që kryen neverie gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të qengjit. Biblia nuk thot se nëse keni bërë ndonjë prej këtyre mëkateve nuk do të futeni në parajsë. Nuk thot se nëse keni qenë në imoralitet seksual apo nëse keni gënjur, nuk na thot as pak këtë, por na thot se nëse kjo është mënyra e jetesës për ju dhe nuk jeni penduar kurrë për këto, por keni vazhduar të jetoni ashtu, duke e shmangur mundësinë që Perëndia ju ka dhënë për të qenë falur për këto mëkate, për t'u drejtuar drejt shenjtërisë, nëse vazhdoni të jetoni me këtë mënyrë jetese, pa e vrarë mendjen as pak për faljen e Perëndis, nuk do të futeni kurrë në qytetin e shenjtë, sepse nuk do të jeni penduar dhe nuk do të jeni të shpëtuar. Dhe Biblia na thot se të vetmit njerëz që do të futen në këtë qytet janë njerëzit emrat e cilëve janë shkruar në librin e jetës së qengjit, dhe nuk ka përjashtime. Askush nuk do të mund të justifikojë rrugën e tij për të futur në këtë qytet kur të vijë koha, nëse nuk e keni pranuar planin e Perëndis për jetën tuaj dhe të keni marrë faljen e tij për mëkatet. Kur të vijë çasti final, do t'ju mohohet hyrja në parajsë dhe në qytetin që kemi përshkruar. Dhe sa shumë dua që kjo të mos ju ndodh juve. Unë besoj se arsyeja sepse Perëndia ju jep shëndet dhe jetë dhe energji njerëzve të tij është që ne të mund të jemi ambasadorët e tij hyjnor, duke shkuar në mbar botën, brenda dhe jashtë qyteteve, në radio, televizione dhe përmes librave, duke ju treguar gjithëve që mund të takojmë, se është një vend që Perëndia po e përgatit për ta dhe që ai do që ata të shkojnë aty. Ai ju do dhe do që t'ju marr pranë vetes, por nuk ka për të pranuar në atë qytet ata që refuzojnë të pranojnë mëkatin e tyre dhe të pranojnë që për këtë Jezus Krishti pagoi në kryq që ata të faleshin. Prandaj në të gjitha këto mesazhe mbi parajsën kemi një shpresë të mrekullueshme dhe një lajm të mirë, por gjithmonë ka në çdo pasazh një kujtesë të mprehtë. Mos e merrni për të mirë qenë se do të shkoni atje
Nëse nuk jeni penduar për mëkatin tuaj dhe nuk e keni pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj, por pas këtij paralajmërimi vjen ftesa. Biblia na thot se ai troket në derën e zemrës sonë duke pritur që ne të hapim derën. Por ai nuk mund të futet nëse ju nuk e ftoni, kjo është e gjithë çështja. Prandaj ndërsa e mbyllim këtë shërbes dhe këtë mësimi, unë dua që t'ju pyes, e keni pranuar Krishtin në jetën tuaj? A keni bërë një rezervim për në qytetin qiellor? Kjo është koha kur duhet ta bëni këtë. Nuk ka mundësi pas vdekjes. Nuk ka mundësi të dytë. Kjo është koha. Koha për rezervime është pikërisht tani. Ky është sezoni i hapur i rezervimeve. Dhe Perëndia po ju pyet në zemrën tuaj, a e keni marrë këtë vendim? Nëse nuk e keni marrë, do ta bëni sot? Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sa po ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.